Këtu në agrolimin fidanishtja ku beka I mbjell fidanet, që shpeshini kaptori është dhes, I duhet në najt 24 orë dhes për me qarkullu zotë në zetin, sepse temperatura këtu duhet me konë plus 10 gradë, deri në 15. Tanë dimnit ka punë, dhe me thënë ka shumë punë për mi kultivu fidanet. Beka është duke mbjell atje, edhe atje në podru me ka dhes kaptorin, pasi të bin I sjall këtu. Që shpi shikoni, pecët vetëm kam bin, edhe ta veç vazhdojnë edhe rritën. Rritën gjithë shka. I ka klientët e vetë sepse mirët që shumë vite me këtë profesion, kualiteti ka, pas dhejnë I manë. Dhe në pëshen ka këtu, ta jo ma tje, edhe ta shumë shkoj të beka dhe atje. Që shpi dhe lavle. Dhe me thonë, jemi në fillim të shkuetit, për angazhimi do. Shkuet, mars, prill, maj, në anën anadrilis ku jemi no, dilën kusht hapër. Me thonë, dhere, atere, nuk je I sigurt, Këtë bëhet shërgjerësi, dhe me thonë, veç fillojnë bujqit me dalave në kusht hapër. Po këta që mbjallin a përsera, ta ka mundësi me dalë ma herët me prodhim. Këtë pjesë e shpojzonë vetëm për fidanin, e mu shplot. Dërsa pjesën tjetër e mbjallë domate, speca, edhe të kultura tjera. Ta është do dalim në atë pjesën në mina. Tash kemi dalë në serën e madhe, kjo serë I ka 30 hektarë është e gjitha, njënën e shfrytëzon për me mbjell fidanet, dhe sa këtë serën që tash edhe pse jemi ndimër e ka mbjell salata. Hiqen salatat, lavrohet, përpunohet, edhe në pranverë e mbjell domate, rasatin e ka të vetë. Mbjell do lloj kom harru emrin si e kanë. Edhe kur kam qenë deti në Shqipëri, kam marrë me veti, ju kam zëru disave atje ku kom banua, edhe ju pa të pëlqy shumë. Sa domate si në kohën e gjagjit për na qojnë mallin. To veç gati jenë rritë, si të bashkohen, vazhdojnë në treg. Tu e ka në zemjën solare që e përdor, I hynë funksion shumë I krynë punë. Nuk jam anë rrimën aq shumë, po për një kohë I krynë punë, për disa orë. Për ndryshe beka është djali I agronomit ndjerë, Shaip Dorakut bas Shaip, se Shaip kanë rrujet disa vite më parë, ka qenë agronom me profesion në atë kohë. E ka kry fakultetin e bujqësisë, edhe gjithë jetë ati ka qenë me bujqësi. Ka pas edhe barnatore bujqësore, ka njohë gjitha ilaqet, shka ju përket bimve, shka me spërkate, që si me rrite. Ka qenë edhe njeri humanitar shumë që në varrin ti ka pas shumë njerëz. E tash po shkojmë te vendi ku I mbjell beka. Kjo është rruga Enver Doraku. Akaf Skrushe, pastaj vazhdon rruga Muhamet Malsori. E tash ardhëm te vendi ku I mbjell. E tash kemi arrit, si që të cekëm, te vendi ku beka e bën mbjellin. Gjitha faret I ka të licencune, e kajnë edhe vullën e bëjes. Bek, si po të shkon puna këtu? Mirë shumë. Apo bëhet punë? Po punohet. Po punohet, a? Farti pas ke siguru? Farti I kemi siguru që të janë e sëmbër. Po është vullën e bëjes. Sëmbëra thirët është pi farë donë shumë të mira. Diku 5 cent kushton vetëm një farë. 5 cent veç një farë? 5 cent veç një farë. Tani po thënë shtrajt rasadi 20%. Tani e kemi edhe amatin, amati e fni. E ki edhe Lloj domate, a? Big Befin, po. A, Big Befi mirë. Që e Big Befin? Kum pas dërgu në Shqipni. Big Befi. Tani e ku marrë edhe spesin e djekës, do në që është I brit një api matë mirë, 7 cent fara. 7 cent fara? 7 cent. Nuk po bojnë më këto parte tjeshtë në atë qenë. E sa kërkojnë djekës, ka merakli djekësin që e hanë shumë.
E shtrajt qenkën e. Tash pa tjetër se vjetë e këmë pas të të mbëshin superiorit, po nuk ka dalë tash mirë. Sa duhet me qenë temperatura këtu? Këtu, për më konë mesatorë, temperatura 25 dhe në 30. 25 dhe tani i dërgon serë. Tani në serë, do në mbi 14 më konë. Ja këtu si që përshijet vetëm i kam gjallë. Pastaj, mësë të bin i dërgon atje, a para se me bi? Do në mësë ta qenë forën, Mësë ta qenë. I qoj atje në serë. Në serë, ha? Edhe si qitët fora, mbulohet, edhe këto vetëm hetë. Bek shumë punë dhe në prodhim. Shumë punë. 8.000 euro farë ki argju dhe i tash. Ki me blende. Edhe kur po vinë klientët, qa po thonë tani? Po thajnë shtrajt. Shtrajt po thonë, ha? Cilësi edhe nuk Ata që duan cilësi, duan me pagu. Cilësia paguhet, malli mirë paguhet, çdo ku në botë. Si vjetë e kinë trua. Është me marë po që të sëmbërat, që është një auto një forme shumë të mirë. Vesh suksese. Kjo bek tash duke mbi, ha? Hajde provë. Që kjo veç që ka qelë forën, po duhet me... Për sa ditë mbinë kjo tash? Kjo tash për një 4 ditë do më veç del jashtë. Del si të poqa dhe e dërgon ferët madhe. Që ky Bayern Gjermon bek, ha? Bayern Gjermon i djekës është i matë mirëve. Prej matë mirëve? Prej matë mirëve, 700 forën. Kush do në djekës? Mirë se vini. Tash mbolimin pas të e ki shpërnda farën, ha? Teknikë e bacë. Teknologjia. Ti pjo ka dhënë kja edhe molerve. Filëm. Edhe kjo mbulu tash me ujit. Tash po jo lartë shoqëri me një këngë për të madhin e kombit Bukshin Hotin, cili ka pasur fatin me lind bashkëflatare. Kemi një nga kokat geniale që kanë pas trojet shqiptare. Dita zmardhi në liri, sa më djeg molli për ty, sa pranvera shkojnë e vinë, te kujtoj me mallën e gjim. Edhe lulkuqet mot mas motim, për ty qeni nuk shinë hoti, me shiqim rinë gjithë drejt qiellit, për ty lajmin presin. Reze djeli dritë ndalinin, Perëndi ku e kem djalin, djalin e madh të fisit hotit, as tërnip të kastriotit. Reze djeli dritë ndalinim, Perëndi ku e kem djalin, djalin e madh të fisit hotit, as tërnip të kastriotit. Për burgje që shtrënguan, në prangat e praniguan, me tortura pa me shirë, me të ndar fjallën e lirë. Po a thua ta se dinin,
që u kshin I skorit fisin I thret drites e liris Te ajtjepi Dardanis Ku je drita e vonuar E adleu te coptuar To kesar briter obruar Në përsheku je glavëruar Ku je drita e vonuar E adleu te coptuar To kesar brite bekuar Në përsheku je glavëruar